Mirë se erdhët në përballje podcast në telegrafi.com. Unë jam Muhamet Hajrullah. Zhvillimet të fundit politike dhe ato ekonomike në Kosovë do të jenë tema e këtij diskutimi podcast gjatë kësaj jave. Çfarë po ndodh realisht në lidhjen demokratike të Kosovës me të gjitha problemet e brendshme dhe në kohën kur po diskutohej për formimin e institucioneve të reja. Cila është e ardhmja e LDK-s, cila është e ardhmja e leadershipit aktual të LDK-s. Gjithashtu, tema e dytë që do diskutohet në këtë podcast është edhe zhvillimi ekonomik i vendit. Çfarë po ndodh me ekonominë e Kosovës realisht, cilat janë planet dhe çfarë janë pritjet për qeverinë e ri. Për këtë tema unë kam sot kënaqësinë të diskutoj së bashku me profesorin Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë në Fakultetin Ekonomik të Universitetit Prishtinës, njëherët edhe ish deputet të LDK. Zoti Ramosaj, mirë se po takohemi. Mirë se gjeta. Nga shumë mirë me në nis diskutimin për një temë kaq të rëndësishme që i përmenda në fillim, po natyrshëm pa ju i këtyre kisha dashur më shumë me fol për ekonomi, po natyrshëm këto temat politike që po ndodhin në Kosovë po i lojnë shpesh herë tema tjera në rand dytë edhe tretë. Si dikush që e njeh frymën nga brenda të LDK-s, çu shjetoj pa këto zhvillimet e fundit? Çka po ndodh realisht në LDK, profesor Ramosaj? Po shiko, sot po japin shumë gjykime për partitë, por duke u nisur nga fakti që unë kam qenë pjesë e LDK-s dhe tash nuk jam pjesë e strukturave të partisë, shpresoj edhe gjykimet e mia të jenë jo aq subjektive, edhe pse na njerëz jemi, persona jemi, bojën ndikim mjedisi edhe për gjykimet tona. Do të mundohem me qenë absolutisht mjaft objektiv, korrekt si një palë cila ja don të mirën një partie politike cila për një periudhë gjatë kohore ishte edhe një aseti politik. Mirë, po në anën tjetër duhet të jem shumë kritik në rezultatet e tyre, në veprimet e tyre, qoftë si kritik pozitive, qoftë negative. Këto veprime ose sjellje të fundit që bëhen, qoftë si sjellje individuale apo grupore në këtë parti politike, janë, unë mendoj, më shumë produkt të situatës. Sepse kjo qasja situacionale tash është duke bërë ndikim edhe në gjykimet më principiele që janë, më parimore, bile i ndryshojnë situata, po ndryshon edhe disa gjykime që kemi mendu për një kohë të gjatë që janë të pandryshueshme. Mirë, po situata është e tillë që gati edhe veprimet që janë krejt rutinore ose sjelljet konkrete që janë normale për një lider ose për një udhëheqje partijake ose për një grup politik të na tash politizohet deri në atë shkallë, se momenti është i tillë sa që ndërtojnë edhe paragjykime. Unë e shoh edhe në për media, në për këto forma të paraqitjes publike, ka gjithfarë gjykimesh. Do të mundohem me qenë racional në këtë kuptim. E qartë, ju lash për fillim me shpjegu, me të drejtë përmende racionalitetin, kritikën konstruktive që është, por tash nëse mujmë pak me zbërthy. Pra, LDK-ja, le themi në këto, pse po flasim për LDK-n, është fakti që ne kemi tashmë një iniciativë të re, me nënshkrimet që erdhën në moment të fundit për të parë se cili do të jetë roli i zotit Lumir Abdixhiko në të ardhmen brenda LDK-s, pra zyrtarisht u thatë që janë ndërzuar nënshkrimet, ato po verifikohen dhe pastaj do të merret një vendim që brenda afatit deri me 7 gusht, paktën kështu u tha, zyrtarisht që të ketë një kuvend të jashtëzakonshëm i cili do të vlerësonte sa do të mbetet zoti Lumir Abdixhiko në krye të LDK-s apo jo. Dhe ne, ju e di, kemi diskutuar edhe bashkërisht pas rikthimit të zonës Vjosa Osmani në listën zgjedhore të LDK-s. Tani
janë një 2-3 grupe si po shihet brenda vet LDK-s. Pra, zoti Lumir Abdigjiku dhe grupi i tij absolutisht. Grupi të paknaqërve, që ishte dikur me zotin Abdullah Hoti, e Hikmeti Bajrami dhe të tjerët që kanë kërkuar le të themi zgjedhje dhe ndryshime pas zgjedhjeve të fundit, rezultateve të zgjedhjeve të fundit, dhe aty tashmë është zonja Vjosa Osmani, e cila është vetë e treta si deputete zgjedhur. Për publikun e gjon, çka i bin këto 3 fraksione dhe çysh kishe me përshkruar situatën? Po shiko, nga përvoja politike dhe institucionale, kur dikush kërkon qoftë një vot besim, qoftë nëse hyn një herë në një garë, në një periudhë relativisht kaq të shkurt, siç ishte rasti fundit të zotit Abdigjiku që hyni në një garë diku në dhjetor, në fund dhjetorit të vitit kaluar, që nuk i bjen më shumë se 6 muaj, absolutisht 6-7 muaj, me të drejtë. Kjo më befason në lidhjen demokratike dhe në një organizëm politik të organizuar, sepse kur një udhëheqje ose një lider politik merr një herë një vot besim, nuk ishte dashur të jetë koha kaq e shkurtër për një vot besim të dytë. Unë po e tham këtë në kuptimin e përvojës politike institucionale, që shëbojnë edhe vendet të tjera, edhe institucionet qeverisë. Për shembull, ka raste kur ndonjë kryeministër e shet që nuk është i fuqishëm karshi opozitës ose opinionit publik, ose ka kritikave që ndodhin ndaj temave skandaloze. Ka filluar me ratingu politik në mënyrë vullnetare, kërkon vot besim në mënyrë që të forcohet. Unë mendova si akter nga jashtë që me atë vot besim, edhe pse ishte rezultati nuk ishte aq i favorshëm, dikun ishte pak mbi 50% mirë, po sidoqoftë rregullat demokratike pranojnë një rezultat të tillë që si fitues. Dhe unë komendue se me këtë lidhja demokratike në një farë forme ka kryat veprimin e feedbackut në kuptimin e rezultateve, sepse rezultatet nuk janë tashmë të këqija sa atëherë që kanë qenë. Kishin një mori arsyesh atëherë ta largojnë zotin Abdigjiku. E tash kur lidhja demokratike e Kosovës i fiton edhe 3 mandate më shumë, s'po më intereson tash është ai rezultat i lidhjes demokratike puro si parti, apo i listës së zonjës Osmani si ish presidente. Ajo mas paku na intereson, sepse ajo e ka udhëheqë tek e fundit listën. Për garë, në një mënyrë ose tjetër, me jap me kuptue se ka paragjykime. Ka padyshim edhe ato që i thatë ju shumë bukur, si pakënaqësi të individëve të caktuar. Mirë po, ato pakënaqësi nuk janë të momentit, ato janë të grumbulluara nga një periudhë relativisht e gjatë kohore. Po, absolutisht. Kështu që ato të shpërfaqen tash në këtë moment, apo në këtë fazë të zhvillimeve politike, kur lidhja demokratike ka hap mundësit principiele për marrëveshje politike, gjë që këtë parti nuk i ka mungue ky vullnet asnjëherë, përveç një periudhë më hershme kur u solidarizu me ato sjelljet edhe të partive të tjera, të cilat nuk kishin atë komoditet për me hy. Këtë herë më duk që ishte qasja mjaft racionale e lidhjes demokratike për me ndërtu institucione. Pra e keni po kështu si shumë të serioze, absolut. Ka diçka që po shkon drejt një zgjidhje? Po ju e sheni për çdo ditë, dhe ju jeni gazetar i vjetër, dhe padyshim që ju njohatni edhe ma lehtë këto veprime, se keni informacione të përditshme shumë ma shumë, por na në aspektin e qytetarit, në aspektin e qasjes paka shumë racionale apo intelektuale, na jemi shumë të preokupuar me ndërtimin e institucioneve shtetërore, se këto format e organizimeve
rirenditjeve politike, ndrimit të struktura udhëheqëse të partive, këtu nuk janë aq shumë preokupim qytetarësh. Këtu më shumë ishte dashur me qenë preokupim i antarësisë së lidhjes demokratike, ose atyne që janë bashkë militantë të asaj partije, ose të udhëheqjes së ngushtë partijake, nuk janë tek e fundit, ato nuk ishte dashur me qenë problem të qytetarëve të Kosovës. Qytetarët e Kosovës kërkojnë institucione, vetë fakti i rezultateve zgjedhore të zgjedhjeve të fundit, që ishte një zvoglim i kontingjentit zgjedhor që në fakt u interpretue si pakënaqësi për dalje të shpeshta, tregon se opinioni kosovar është lull me këto neglizhenca. Dhe është një argumentu, e pam edhe me daljen në zgjedhje, me daljen në zgjedhje, po du me thonë, kështu që edhe për mua kjo është një argument plus se na duhet të shtym proceset në ndërtimin e institucioneve, bile këte kemi ndoshta edhe obligim qytetar, sepse të ke fundit mos pritni ju prej masave të gjëra, ato që thirrin në konceptin populli, që ata zgjidhin çështje. Jo, na duhet të mësohemi që elitat intelektuale ose elitat politike, ose elitat e dijes, ose elitat qytetnume, ata duhet të paraprin ideve, dhe ato ide të mishrohen ose të plotësohen edhe me vullnetin e masave të gjëra, sepse në çdo shoqëri të organizuar, kur kush nuk ndërton ato objektivat ose caqet ose strategjit, nuk i ndërton populli kurkund. Në asnjë vend të botës, ato si ide, si objektiva, si qasje bëhen nga qarqet intelektuale ose qarqet e caktuara politike që kanë peshë të caktuar dhe kanë në një farë dhe përgjegjësi, dhe ata i orientojnë ato masa. Edhe unë komenduar se na e kem të kaluar disa vështirësi të papjekurisë politike, komendu që kemi ardhur në një stad më të mirë, po prapë po e shoh se është një stagnim, është një cikël në të cilin po mesim. Mendësia në këtë popull është ende patriarkale. Më vjen keq ta them se jam pjesë e këtij populli, por lën për të dëshiruar në kuptimin e qoftë organizimit politik, e mos të themi këtë demokratik, se kjo demokracinë na si shkollë kemi mësuar si procedurë. Po dim me interpretue, po dim me respektu gjykatën kushtetuese, po dim me respektu disa norma të ligjore, por demokracia është shumë më shumë. Na kanë treguar rezultatet edhe të vendeve shumë të zhvilluara, që kanë traditë shumë të larta, ata në vazhdimsi japin opinione, edhe filozofët e njohur që janë marrë me çështje politike, edhe njerëz të elitave politike e shpjegojnë se demokracia është shumë më shumë se rregullore, shumë më shumë se procedurë, shumë më shumë se vetdije puro politike. Profesor Ramosaj, me të drejtë përmendën një çështje të krijimit institucione që kisha dashur në pjesën e dytë, në temën edhe të pasojat që ka në sektorin dhe në fushën e zhvillimit ekonomik këngërçi. Por ta përmbyllim te pjesa e parë e LDK-s, e përmendet si element që më la shumë përshtypje me të drejtë kjo kur ishte duke u negociuar sa i përket krijimit të institucione. Pra, u ndërprej çka ndodhi? Këtu po do me ditë pse ndodhi kjo? Pse ndodhi ose çka ndodhi? Çush e zbërthen? Ky moment faktikisht më shtyn të ndërtoj edhe gjykime që ndoshta nuk kemi të drejtë. Po thjesht të diskutojmë. Sepse ndoshta vullneti i këtij grupi të caktuar që kanë mbledh në nënshkrimet që po i thoni ju në këtë kuptimin e zhargonit qytetar, ose të delegatëve ose të deputetëve që kanë mbledh, ndoshta vullneti i tyre është i mirë për një LDK më të fuqishme, më të avancuar, për një udhëheqje më bashkëpunuese, ose që bën leadership racional. Nuk duhet të mohoj të drejtën e tyre. Ndoshta edhe vullneti i tyre është në këtë. Por momentumi politik, situata e caktuar, kur një udhëheqje politike
ishte në atë pikën ma kulminante të ndërtimit të institucioneve, të krijimit të një marrëveshje eventuale Me lëvizjen vendosje e cila në një farë mënyrë i ka fitu, jo në një farë mënyrë, por në aspektin e rezultateve i ka fitu zgjedhjet. Na e pam në horizont se e kemi mësuar mësimin. Do më thonë, dojmë i bo institucionet, se në situatat e tilla ka qenë edhe ma herët, lidha demokratike dhe ka hezitue në bashkëpunim. Edhe atëherë ka pas momente të caktuara që ka elemente. Shikoni, pakënaqësitë individuale dhe kolektive në kuadrin e partive politike, ato janë si refleksion të mendësisë politike tonën. Ka njerëz në për parti politike që kur nuk janë vetë, nuk e shohin veten në pozicione të caktuar, janë të gatshëm të prishin edhe projektet e mëdha. Me prish gjithçka. Me prish gjithçka. Pra, këtu po dalim të ajo i nati. Kjo është ajo shpreja kur dhelpres ju ka djeg bishti, ka mendu që është djeg krejt bota. Me kall krejt bota. Po, tash, duku nisur nga kjo... Kjo mendësi nuk është racionale. Unë nuk po du këtu ta justifikoj veprimin e udhëheqjes aktuale. Edhe pse përket 13% të lidhjes demokratike, ose përket 16% të lidhjes demokratike, kjo udhëheqje është meritore, që është aktuale. Pra, në do verzion, edhe për 13 edhe për 16. Po që aty, në qatë distancë, nga 13 dhe 16, është edhe e merituar, edhe ka bo veprimet e caktuara. Ndoshta nuk ka fuqi me ritme shumë, duku nisur nga fakti se i një proceset politike nga brenda. Nuk ka ndoshta kapacitet për me rrit numrin më shumë të përqindjes fitimit në këtë aranjman politik që bëhet në Kosovë. Mirë po, në analizë mund të karikojmë edhe ose hipotetikisht të tregojmë situatën kur mund të ndrohet struktura udhëheqëse dhe mundet me nxjerr rezultate shumë të dobta. Pra mundet me ndodh ose sepse nuk nga përvoja politike ose nga veprimet politike të këtij grupi që po mbledhin në nënshkrime, ata ishin pjesë e lojës, ata kanë mujt me kontribue. Kanë qenë edhe në pjesën udhëheqëse. Po, edhe nuk ata janë bile një pjesë e tyre janë që kanë ulë lidhjen demokratike nga ajo rënja më e madhe. Ajo rënja më e madhe, këta ishin jo veç pjesë, po ishin edhe akter shumë të rëndësishëm. Tu e përmendëm zotin Hoti, që ishte pjesë e lojës, atëherë ishte kryeministër i vendit. Faktikisht, mos mendonaj... Agim Velio, ministri i punëve të brendshme. Ata mbajnë përgjegjësi të madhe për rënjen e LDK-s. Nuk mund të justifikohen aq lehtë që ka kaluar një periudhë, hajde tash të luajmë një lojë tjetër. Jo, ata të cilët nuk kanë qenë pjesë e asaj loje, ata kanë të drejtë edhe morale në kuptimin e etikës politike, për aq sa kemi na, të kërkojnë rezultate më të mira, por ata të cilët që ishin akter deri dje, që akter të fuqishëm në rënjet e LDK-s, nuk mund të kërkojnë justifikime të momentit. Këtu po shihet që nuk po du me marrë në mbrojtje këtë udhëheqje, se edhe kjo ka gabime mjaft në organizimet, në sjelljen e leadershipit, në një farforme të mos bashkëpunimit me të tjerët, në një farforme të narcisoizmit. Unë kështu e shpjegoj, të grupit ose të individit. Mirë por, në këtë moment të kërkosh ti rishikim të udhëheqjes, që ai rishikim mund të prodhon mandej rezultate të cilat mund të vinë në pikpyetje edhe mundësin për koalicione. Mund të vinë në pikpyetje edhe barikadimin ose mund të çojnë deri te barikadimi me parshëm i partive opozitore mos me hynë në koalicione. Sado që këta kanë një mlef, kanë një zell për të luftuar me bë opozitarizmi në dëm të institucioneve të Kosovës nuk ishte dashur të bëhet. Ka forma
Ka forma që bëhet opozitarizëm. Ato forma janë në një farë mënyre janë edhe legjitime, por nuk është legjitime kur ti e dëmton interesin nacional në emër të një rezultati të një grupi të individëve ose edhe të një partije politike. Se shikoni, këto parti politike këtu e bojnë garen politike me qëllim me ndërtu institucione. Këto nuk jetojnë për vetë veten. Nuk ishte dashur ashtu. Nuk kanë qëllim tjetër ato. Nuk kanë qëllimin është me marrë pushtetin. Dhe jo veç me marrë pushtetin që e kanë qëllimin politik, por si parti, por e kanë tek e fundin objektivin me ndërtu institucione. Dhe ato institucione me dhonë rezultate të tilla që kishin me reflektu të qytetari. Me të drejt. Nëse duhen me pas përgjegjësi sociale dhe etik të udhëheqjes, ishte dashmi pas këto objektiva, sikur po I shohim na këtu. Me të drejtë zoti Ramosaj të unë ka dilema të mëdha, sepse sikur të kisha po që rezultati eventual I largimit të këtij leadershipi të LDK-s ose riformatizimi mund të prodhon efekte pozitive për ndërtimin e institucioneve, a priori kisha me përkrah tani, por nuk shoh në horizont se rezultati eventual I rënjes së kësaj udhëheqje të momentit që ka hyrë në procesin e dialogut, nuk e shoh që është shumë potencialisht kreative për më ndërtu institucione, se atëherë në qoftë se këta janë një grupacion relativisht I lartë politik që po flitet dikun deri në 50% mund të luhen lojnat e grupit kundër grupit, faktikisht ai grupi tjetër mandej ka me pengue. Na jemi dëshmitar që këtu çdo dy versionet mund të pengojnë me të drejtë këtë. Tash në qoftë se dëshirojnë ata të japin opinion pozitiv dhe të tregojnë opinionit edhe brenda LDK-s, aktivistave, militantve dhe votuesve të LDK-s se jemi institucionalist, gjë që Lidhja Demokratike është shqu si institucionaliste dhe për ata I ke marrë votat përpara me qëllim me ndërtu shtetin e jo me mbajt partin, faktikisht ata ishte dasht me dal publikisht me thonë, momenti është delikat. Përndërsh kjo udhëheqje ka këto gabime, mi a faturu gabimet, dhe ato gabime mu përcjell në një farë mënyre, a dini si adresohen, që shkohet në analizën e thellë të rezultateve, analizë të brendshme, të diagnostifikohet mirë situata, të gjendet vërtet ku është smundja aty brenda, a ka shans për ngritje më të madhe apo fillojnë zgjedhjet e brendshme të rregullta pastaj. Apo ka riskje për rënje më të ulta, me rënje më të mëdha. Kështu që duke I marrë këtu, kjo është qasja racionale. E una ndoshta do të shfrytëzoj edhe këtë medium tuaj shumë të nderuar që në një farë forme të ndërtoj një narrativ racionale në kuptimin e ndërtimit institucioneve, të harrojnë për pak kohë elementin partijak, militant, elementin grupor, të shohin pak më hapur, të jenë më mendje hapur në kuptimin e ndërtimit institucioneve dhe këto mos t'i harrojnë, t'i realizojnë, por për momentin nuk më duket shumë racionale kjo qasje. E qartë, po shkojmë te pjesa fundit, kemi diskutuar jashtëzakonisht shumë për temë, po si dikush që ka përcjell gjatë e thatë edhe jo politikën Kosovës, po edhe mbi të gjitha Lidhjen Demokratike të Kosovës si njëna prej partive më të rëndësishme para dhe pas luftës e pas shpalljes pavarësisë Kosovës si parti institucionaliste, megjithatë në LDK kemi pasur gjithmonë le themi edhe demokraci të brendshme, edhe gara të ndryshme, edhe ju ndruma shumë të kryetar të gjitha këto shpeshherë e kanë qitë LDK-n pastaj në tabelën le themi gjuajtëse të gjetën në diskursin publik. E para. Ju e keni pa LDK-n shumë demokratike duke u bazue në
shkallën e ulët të zhvillimit demokratik të partive tjera. Sa? Përndryshe. Prandaj po them. Edhe në lidhje demokratike nuk ka pas demokraci asnjëherë të nivelit çfarë kërkohet. Çfarë i dosh na me pas si një shtet që prosperon me qenë antar i Bashkimit Evropian. Mirë, po ju keni të drejtë me mendu kështu. E bëjmë krahasimin me tjerë. Sepse e bëni krahasimin me një keqe më të madhe. Sakt. Domethënë ku s'ka zona. Se kjo situatë është edhe të parti tjera, bile edhe më keq. Bile ajo mund të shpërthej. Tu mu po më vjen mirë që procedurat pi respektojnë. Se ka parti që si respektojnë as procedurat. Te lidhja demokratike më vjen mirë që qoftë udhëheqja aktuale, qoftë ai grup që po don me bë këtë lëvizje, janë rob të procedurave. Tek e fundit procedura është komponentë e rëndësishme e sjelljes demokratike. Nuk po duam qujt grupe, fraksion, çdo që të jenë, ato janë tashmë relative dhe të vërteta. Pra, është ekipi dhe grupi i le të themi leadershipit aktual, zotit Lumir Abdigjiku dhe ata që e përkrajnë. Pasaj ky grupi i zotit Abdullah Hoti dhe të tjerë që i përmendëm pak nacis, tani në kuvend Kosovës është edhe zonja Vjosa Osmani vetë e treta si deputete. Pra, janë 3, le të themi kështu, sepse publiku e din, është e vërtet kjo që po e them, janë 3 grupacion. Në një media më të hershme në këtë vend duket, e kom thonë për ekzistimin e këtyre 3 grupeve shumë më herët. Sa? Po për zotin. Por kom dasht në një farë mënyre jo të japi elementin stimulativ për regenerimin e tyre, por në një farë mënyre të zvogluat ajo keqe. Se shikoni, pra ju po kërkoni unifikim, jo grupacion. Në një farë mënyre, jo unifikim mekanik, sa ata është zërë, tash të ndërtuat ai unifikimi organik. Por për shkak për momentit, për shkak të ndërtimit institucioneve, për shkak të bërjes së institucioneve, jo me qëllim t'ja bojnë ndonjë ndihmë të madhe partisë në pushtet, por të ruajnë atë autonominë e vet. Dhe tek e fundit në përvojën e zhvillimeve politike, partitë politike në Kosovë nuk mund të qëndrojnë shumë gjatë në opozit. I nënshtrohen rreziku të zhbërjes. Sepse partitë politike, përvojat na kanë treguar, të gjitha partitë politike që kanë betë gjatë në opozit, ju ka rënë numri i votuesve. Bile ju ka rënë në mënyrë drastike, sepse tek e fundit ata që ndërtojnë atë inkurajimin pozitiv, nuk e ndërtojnë veç sa për me fitue. Aty ka njerëz të cilët kanë interesa në punësim, interesa në pushtet, interesa besa dhe materiale, interesa edhe ideologjike, të gjitha vinë në shprehje, dhe kur ato interesa ose ato pritshmëri bëhen të parealizueshme, bjen norma interesimit. Kjo është edhe perceptim, kjo është çështje principiale të këto shkencat sociale. Perceptimi, qoftë individual, qoftë kolektiv, ndërtohet duke u bazuar në vlera, duke u bazuar edhe në gjykime, duke u bazuar në pritshmëritë që kanë njerëzit, që kanë grupet, edhe këto pritshmëri nuk janë vetëm si kategori sociale për një punë më të mirë ose për një rrugë më të mirë, janë ende qytetarët e Kosovës i kanë pritshmëritë për ta ndërtuar një shtet më të qëndrueshëm, sepse ne jemi ende në ato fazat e shtet ndërtimit. Po mbyllim le të kemë pyetje në një farë mënyrë, me pas edhe komponentën e reflektimit publik pozitiv. E fundit të LDK-ja u përmend kush mund ta zëvendësoj, ka diskutime. Është përmend zoti Përparim Rama, kryetari i Prishtinës, as e ka mohu, as e ka pohu, shpesh i ka marrë disa qëndrime gjatë kohëve të fundit. Interesante që as nuk ka thonë jo nuk mund të jem, ka thonë që le të presim, le të shohim, por çfarë thot historia është që shpeshherë kryetarët e Prishtinës që kanë ardhur nga LDK-ja, kanë ardhur Shiko, edhe ai bazohet si mas gjitha gjasave, edhe ata që përkrojnë, edhe ai bazohet në këtë histori të lidhjes demokratike, që në vazhdimsi i ka ndodhur, që kanë marrë udhëheqjen e lidhjes demokratike, pas Ibrahim Burgovës po flasim, e kanë marrë udhëheqjen e lidhjes demokratike pa
ndonjë kontribut, pa kalue asat fazën që i themi në junior, senior deri te pozita. Kështu që edhe ai ka të drejtë me mendue, sepse kështu e ka marrë dhe Isa përpara, kështu e ka marrë, faktikisht kështu e kanë marrë shumë të tjerë atë pozicion. Kështu që në fakt është e drejtë tek e fundit edhe njerëzore edhe demokratike me mendu. Nuk po du tash mu lëshu në ato sa ka të drejtë ai, e sa nuk ka të drejtë, duke u bazu në faktin se nuk ka pranu asnjëherë të jetë antar i lidhjes demokratike, dhe në qoftë se lidhja demokratike ka ardhur në këtë pozicion që të bën udhëheqje edhe njerëzit që nuk kanë ndonjë kontribut të veçantë të lidhjen demokratike, ose nuk kanë një librez të asaj partije, ose nuk kanë një përvojë politike të asaj partije, atëherë unë veç munda me i dëshiroj sukses. E mirë kjo me përmbyll të LDK-ja. Tani 10 minutat e fundit që një temë kisha dashur shumë më fort, por për shkak të zhvillimeve politike fokusum te LDK-ja. 2025 na shkoj me ngërç dhe blokad institucionale. Kemi pas probleme edhe në relacion me Bashkimin Evropian, me masat. Me shumë fonde tash e keni pa jo së fundi, për shkak që kuvend nuk kishëm dhe shumë ligje të rëndësishme nuk arritën me u ratifiku, marrëveshje ndërkombëtare u shtyn me vonesë. Gjithashtu zhvillim ekonomik nuk mundesh me pas kur ka qeveri në detyrë, kur nuk është funksionale me të gjitha kompetencat që i ka një qeveri e rregullt. Pastaj blokadat e kanë, le të themi blokadat politike kanë ndiku edhe te ajo që quhet investime të jashtme, sepse imazhi ka shku, perceptimi i imazhit krizë institucionale. Të gjitha këto tash në fushën ku ju jeni eksperti i kësaj, kryesisht te ekonomia, profesor, si keni pa? Si ndikojnë këto në zhvillimin ekonomik? Edhe mbi të gjitha ajo që mali zi po shkon drejt Bashkimit Evropian, Shqipëria, unë bëna hajgare këtë ditë, thash 2 qytetet më të afërta ku ne si shqiptar Kosovës ose si kosovar do të shkelim Bashkimin Evropian, në të ardhmen mund të jenë Razhaja edhe Kuksi. Shiko, na kosovarët ose shqiptarët e Kosovës, besan përgjithësi shqiptarët kudo që jetojnë, na jemi shumë pro-evropian. Jo vetë me faktin e sjelljeve tona ose përvojave që i kemi, por duke u bazue në benefitet që kemi pas nga Evropa dhe orientimi jon ka Oksidenti, unë e përdori këtë shprehje. Orientimi pro-perëndimor është orientim oksidental, që e ka kuptimin e rrymave nga periudha historike, kur a dojmë me shkue ka Oksidenti, apo dojmë me shku ka Azia, edhe mendje hapurit, mendje lartë, edhe pse nga përkatësitë e tyre, qoftë fetare, qoftë besimit, nuk ishin pjesë e aty në civilizime u prap se prap e kërkun. Ose orientimi jon të kemi këtë alfabetin latin, ose orientimi jon të bashkuem me forcat pro-perëndimore dhe euroatlantike, respektivisht me SBA-n, ka tregu se na kemi ambicje të jemi pjesë e Evropës. Edhe nuk du ta përkthej këtë edhe në qasjen që mos merret për së keqi, edhe në dukje, edhe si popull, edhe në sjellje, edhe në pamje, më shumë i përkasim Evropës, se sa vendeve të tjera. Andaj, nga ky aspekt, na aspirojmë Evropën, dhe mu më mirë çdo shtet që bile këta që i kemi në kufi, për ne janë benefit, sepse kemi bashkëpunim edhe jetësor edhe kulturor, po ecim drejt integrimit, ku e merr edhe na me pas atë qasje. Mirë, po kur bojmë na në skamsa të tilla, qoftë në nivele lokale, që sillem sikur kur gjë s'pëndodh, ose shtëpia jame bota ime, që është këtë një mendësi patriarkale. Faktikisht kjo mendësi tregon se populli shqiptar, edhe pse është i orientuar andaj ka qejf, ka vullnet, nga aspekti i sjelljes, nga aspekti i veprimeve,
Lën shumë për të dëshiruar, shumë për të lënë. Ku kena stagnu në ekonomi gjatë këtyre 2 vjetëve mas shumë të se ke po dhe çfarë pret nga qeveria e re kur këto proceset ekonomike tash prej pandemisë këndej, ndoshta edhe pak më herët kanë filluar më bë procese politike interesant. Na që jemi të rrymës liberale në ekonomi, na kemi menduar se çdo ndërhyrje sa do e vogël e shtetit në ekonomi prish balancat, prish ekuilibrin, prish ekonominë në kuptimin e plot që e kuptojmë na, se na e kuptojmë ekonominë e lirë të tregut, lirinë ekonomike kemi bazë. Na mendojmë se tregu është ai i cili rregullon, është më objektivi, i rregullon të gjitha fenomenet në kuptimin e ekuilibrave, qoftë politik, qoftë ekonomik. Mirë po prej pandemisë këndej, u ndërtu një ekonomi e luftës edhe në vendet më liberale. Interesant është kjo. Dhe gati që shumë vendime të ndërhyrjes së shtetit në ekonomi arsyetoheshin. Edhe në vazhdimsi, thuese kemi ardhur nga periudha e Keynesit, kemi ardhur në një periudhë të ndërhyrjes në ekonomi që mos të them të Evropës lindore, që edhe shtetet më të zhvilluara e përqafun këtë fenomen dhe arsyetonin se jemi në ekonomi të luftës. Mirë po, te ne, në qoftë se dëshirojmë vërtet të shohim perspektivë në këtë drejtim, unë ende jam i tharja asaj se çdo ndërhyrje eventuale e shtetit në këto procese e dëmton. Unë ende jam i tharja asaj se tregu, liria ekonomike, qarkullimi i lirë i kapitalit, këto janë baza të zhvillimit. Mirë po, duke marrë parasysh se ndërhyrjet janë edhe në nivelit global, edhe rajonal, edhe të ne kanë filluar më të madhe. Edhe pse na e pranum, kemi një qeveri të majtë, edhe pse kjo qeveri e majtë kur e ka marrë pushtetin në fillim ose kur ka aspiruar me qeverisë vendin, unë kam menduar që do të kenë ndërhyrjet edhe më të mëdha. Kur flitej për atë fondin e sovran, kur flitej për heqjen e agjencionit për privatizim, që na me vështirësi të mëdha kem bë atë agjencion, sepse na ende, prapë po të them, po thirrna nga vetvetja, unë ende besoj se shtetin edhe ekonominë e një vendi e mban ekonomia private. Këto na kanë treguar edhe historia e zhvillimit ekonomik, por edhe zhvillimi i mendimit ekonomik, teorike ka zhvilluar. Ka tregu gjendja pastaj. Po, unë ende mendoj në këtë, dhe unë, shikoni, një shembull të thjesht, për më na kuptu opinioni më mirë. Shikoni, privatet, ose ekonomia private, faktikisht e financon shtetin. Ekonomia publike nuk e financon shtetin. Absolut. To taksa të këtyre privatëve shkojnë mbledhen në një buxhet. Dhe tash, kur del një kryetar komune, thot unë pja ushtroj këtë rrugë, ose del kryeministri, po e bëj unë këtë rrugë ose këtë urë. Ai në fakt është dëshmia se ende nuk e kuptojmë na jetën normale. Ato janë taksa të qytetarëve. Ato taksa të qytetarëve. Dhe të më së shumti, a dini ku mbledhen? Nga ekonomia private. Ata e financojnë këtë shtet, në fakt. Në qoftë se ata e financojnë, ata duhet me qenë pjesë e vendimarrjes në shpërndarjen e atyre taksave. Kur ata janë pjesë e vendimarrjes, kjo do të thotë se çdo veprim që e bën, qoftë një kryetar komune, ose një qeveri, ose një ministër, duhet të thotë së pari të pyesim ata që kanë kontribu për këto, e masandej të marrim na vendime politike, sepse tek e fundit na ja u kemi dhënë të drejtën, qoftë një kryetarit komunës, qoftë një kryetarit të një qeverie, na ja kemi dhënë të drejtën me i menaxhu ato taksa, nuk ja kemi jap të drejtën të sillen si pronar të aty në taksave, që kemë rastin e njëjtë edhe me Shqipni. Sot sillet e Dirama thuhet se është pronar i krejt i asaj, që është kuleta e vet. Thuhet se është, a në fakt qytetarët ja kanë dhënë të drejtën të menaxhon me ato, dhe të menaxhon në mënyrë racionale, pa shkel të drejta, qoftë individuale, qoftë kolektive, duke largu fenomenet të ndërhyrjeve
qoftë korrupsionale, qoftë ndërhyrjeve politike, qoftë nepotiste, besa të kuptimit të familjar. Kështu që për ata edhe na kemi defekte edhe në ekonominë tonë. Mirë po duke u bazue në ekonominë private, që iniciativa private në Kosovë ishte shembull për vendet e regionit, që në fakt lufta për ekzistencë ka pru këtë situatë. Jo që jemi na popull shumë kreativ për biznes, me hap biznes e shumë letë na shqiptarët, po lufta për ekzistencë, largimin nga vendet e punës, i shtyni njerëzit me hap nga një tezgë, që themi na popullor që në për... Mirë po, shikoni, a din që ka shkrujnë teoreticianët më të madh të zhvillimit ekonomik në Amerikë? Dileret e deri djeshëm, sot janë milionerët e Amerikës. Edhe na duhet të kuptojmë kush nuk ka kriju për një herë krejt. Nga tezga, nis në një startup. Ma startupit të bën një biznes të mesëm ose të lartë. Ma sa ndaj ndërton korporat. Shikoni, këtu kishin me qenë ciklet e zhvillimit, edhe pse historia një dhe cikle të kapërcimit. Që kemi raste të tilla, që ata shpesh e përdorin atë shprehjen për milionëshin e parë mos e pyet si e kombo. Këta të tjerët ti tregoj krejt. Shikoni, krejt shtetit janë zhvillu kështu. Mos mendojmë se na e kem zbuluin e nxehtë. Jo, për shkak të kohës që po na shkon, në aspektin e zhvillimit ekonomik Kosova, që do dashta më ndal, çka pret nga qeveria. Shikoni, në nivelin e motjes së kategorive treguesve makroekonomik, jemi afër me vendet e regionit. Mirë po ata tregues makroekonomik më tepër janë rezultat të rritjeve nominale, të çmimeve, të normave të caktuar, të rritjes së ndërhyrjeve, se sa rezultat të zhvillimit real. Këto po e thonë edhe në vende tjera, jo veç na në Kosovë. Kjo është situata Kosova bile është në këtë situatë është më së keqi sepse kemi shkallën më të lartë të deficitit tregtar. Na gati që nuk prodhojmë kur gjë. Faktikisht krejt paret e freskëta financiare që mobilizohen në Kosovë, qoftë nga taksat, qoftë nga tatimet, qoftë nga forma tjera, shumica e këtyre pareve nuk harxhohen në Kosovë. Shkojnë krejt të tjerët. Sepse na kem nevojë për ushqim, kem nevojë për veshmati, kem nevojë për energji, kem nevojë për gjitha format, e ato blehen me pare, e ato pare të freskëta gjenden vetëm në buxhetin e Kosovës. Andaj, mu përket, duke nisur nga ky fakt, reflektimet qoftë inflacioniste, që na e kemi një shkallë relativisht të lartë të inflacionit në Kosovë, rritja çmimeve, rritja kostes së jetesës, krejt janë komponente që vinë si rezultat importit, se sikur të kishim na ekonominë tonë, ndoshta kishim më pas inflacion, por amortizimi i shkollës apo ndërhyrjeve nga jashtë në raport me prodhuesit vendor kishte me qenë më ngadalshëm në kuptimin e ndërhyrjeve, në kuptimin e ndikimit. Ky fenomen është edhe në Shqipëri shumë i ngjajshëm, është edhe në Maqedoni shumë i ngjajshëm, mirë po të ne në Kosovë reflekton në mënyrën më të egër, duke u bazuar edhe në bilancin tregtar që e kemi dot, edhe në kuptimin e shkallës relativisht të lartë të korrupsionit, të nepotizmit, që nuk po lën hapësirë këtyre iniciativave private, bizneseve, që të marrin më lehtë leje ndërtimit, që të marrin më lehtë leje të qarkullimit, që të marrin më lehtë benefite nga shteti. Shteti faktikisht duhet me qenë në rolin e atij që është facility. Domethënë që lehtësues në zhvillim, jo pengues. Mirë po, pra po them, duke u bazuar në një qeveri e cila udhëheqet nga një parti e majt, mirë është. Sa ka mujtë me qenë keq. Okej, profesor Ramosaj, faleminderit shumë për këtë diskutim. Kisha pas qef në një temë të afërt flasim më shumë veç për ekonominë, një temë që është shumë më pëlqen. Janë mu të them se është hera parë ndoshta këtu në këtë studion e Telegrafit, unë sot e pata kënaqësinë që erdha në ambientet tuaja dhe unë ty të kam respektuar shumë si gazetar. Sinqerisht po them, edhe atë për sjelljen tuaj shumë objektive, se sa
po e shohim, gazetarët janë njerëz, janë të ndikushëm, padyshim. Veç ata që munden me që jenë më pak të ndikushëm, na I konsiderojmë gazetar të mirë. Faleminderit shumë. Kështu është edhe profesura. Po vjen shumë mirë që për këtë vlerësim të mirë. Kështu që të dëshiroj shumë sukses. Faleminderit shumë që ishit edhe për vlerësimin edhe për neve, edhe për Telegrafin. Faleminderit shumë. Shihemi në diskutime tjera të radhës. Besoj që po. Shikoj ishim me profesorin Berim Ramosaj, falim për tema shumë të rëndësishme për se çfarë po ndodh në Kosovë. Shihemi në përballje podcast tjetër të radhës.